Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga komuniteti bosnjak, Duda Balje, ka komentuar zhvillimet e fundit politike dhe ngërçin institucional në kuvend, duke e quajtur të gjithë situatën të turpshme dhe në gjendje të pafavorshme për funksionimin normal të legjislativit. Në një deklaratë për mediat, ajo ka theksuar se nuk pret ndryshime të mëdha derisa të vijë vendimi përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Është e turpshme çka po ndodh në kuvend, krejt jemi të prit vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë nuk besoj që mënyra e votimit ka me ndryshu mendimin e deputetëve brenda sallës, deklaroi Balje, duke vënë në pa se bllokada institucionale dhe përplasjet mes partive janë duke dëmtuar imazhin e kuvendit dhe efektivitetin e punës së tij. Kujtojmë që aktualisht kuvendi i Kosovës po përballet me një situatë të pazakontë politike, ku zgjedhja e kryetarit të kuvendit është bllokuar për shkak të mospajtimit ndërmjet partive politike dhe mënyrës së interpretimit të procedurave të votimit. Në këtë kontekst, vendimi i gjykatës kushtetuese është pritur me interes të madh si një rrugë për të tejkaluar këtë ngërç institucional. E pyetur për akuzat që kanë ardhur nga disa deputetë të lëvizjes Vetëvendosje, të cilët kanë kundërshtuar deklaratat e saj rreth një oferte që ajo pretendoi të ishte bërë një post në Shkup në këmbim të votës për Albulena Axhiun, Balje ka reaguar duke e quajtur të pabazë këtë debat. Sipas saj, është e pakuptim të merret me secilin koment apo opinion brenda një partie të madhe si Vetëvendosje. Unë mu marrë me mendimet e secilit deputet brenda Vetëvendosjes është jo reale. Deputetët që kanë folë për këtë temë s'kan pas informacione, kanë folë pa bazë, vetëm që të jenë të rëndësishëm. Nuk du me folë keq për asnjë deputet, nuk është në nivelin tim, deklaroi Balje, duke theksuar se ajo mbetet e përkushtuar ndaj qëndrimeve të veta dhe nuk lejon që emri i saj të përdoret në debate të kota. Në lidhje me mundësinë që Fatmir Limaj të kandidojë për postin e kryetarit të kuvendit, Balje u shpreh qartë se ai do të ketë përkrahjen e saj. Nëse zoti Limaj është kandidat, do ta votoj, tha ajo shkurt, duke lënë të kuptohet se mund të ndikojë në balancat politike brenda kuvendit në një moment kyç për formimin e strukturave drejtuese të tij. Deklaratat e Duda Baljes vijnë në një moment kur skena politike në Kosovë është jashtëzakonisht e tensionuar dhe partitë politike janë në përpjekje për të krijuar një shumicë stabile që do të mundsonte funksionimin e institucioneve. Në këtë drejtim, mbështetja e deputetëve të komuniteteve jo shumicë, siç është rasti i Baljes, shihet si i rëndësishëm për vendime të mëdha parlamentare. Balje bëri thirrje për më shumë përgjegjësi institucionale dhe ndalje të diskurseve politike që nuk i shërbejnë qytetarëve. Ajo theksoi se kuvendi duhet të rifitojë funksionimin e tij si një institucion serioz dhe i besueshëm, përndryshe do të humbe edhe më shumë nga kredibiliteti që tashmë është në rënje.